dashur teleshikues, jemi sot në një mbrëmje speciale, është 25 vjetori i televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Është një çerek shekulli punë, një çerek shekulli sakrificë, një çerek shekulli mundim i gjithanshëm për të qenë prezent në shqiptarët e diasporës me emisione të natyrave të ndryshme. Sot pra festojmë këtë ditëlindje siç e meriton edhe siç i ka hije, një televizioni bar shqiptar që gjendet në Amerikë, kaq larg po dhe kaq afër Shqipërisë në të njëjtën kohë, sepse kemi gjithmonë qëllimin që të sjellim Shqipërinë më afër, ashtu sikurse ka ndodhur në këto 25 vite dhe sikurse do të vazhdojë të ndodhë. Absolutisht që merita i shkon në drejtorit të televizionit shqiptarëve të Amerikës, zotit Gani Vila dhe familjes së tij, për këtë çerek shekulli me mënyrën se si e kanë nisur edhe faktin që kanë mundur ta mbajnë në këmbë edhe sot deri në vitin 2025. Unë do t'ju uroj gëzuar këtu nga Imperial House edhe do të vijojmë me intervistat e të ftuarve që na kanë nderuar sot me prezencën e tyre. Jemi këtu sot në këtë mbrëmje me kryetarin e Vatrës, zotin Ilmi Berisha. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma dhe gëzuar. Gëzuar, faleminderit. Do të kishit një urim fillimisht për televizionin edhe 25 vitet e tij? Sigurisht që unë me kënaqësinë më të madhe kam ardhur sot së bashku me bashkëpunëtorë të mi prej gjithandej Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Florida, nga Kanadaja, New Jersey, New York, për ta festuar këtë ditë goxha të shenjtë për ne si Vatrë dhe si shqiptar amerikan, sepse televizioni juaj Alp TV USA ka qenë që 25 vite një mburoj, një shkendi që ka shëndritur për të mirën e kombit, dhe në këtë rast dua ta shfrytëzoj rastin që në emër të Federatës Parent Shqiptarë të Amerikës Vatra ta falenderoj televizionin dhe pronarin e tij, mikun tim Ganiun. Ndjekësisht dua të them edhe një gjë me tutje së falënderimi, sepse ky televizion ka qenë shumë i theksuar, ka rshi proceseve kombëtare edhe në Kosovë, dhe ka qenë i fuqishëm edhe në përsërimin e shqiptarëve, por edhe në shtetërtimin e Kosovës. Prandaj urime, përgëzime për shumë vjetë me suksese pafund. Shumë faleminderit. Përpos urimit edhe pozicionit të televizionit të shqiptarëve të Amerikës që ju e keni vënë ndër vite, do të kishit një sugjerim se për çfarë më shumë emisione mendoni që ka nevojë komuniteti edhe diaspora që duhet punuar më shumë, kështu që televizioni ta ketë parasysh për programet në avans? Unë mendoj që koshiencë dhe një qëndrim të veçantë duhet keni për rinin, keni emisione të ndryshme, kryesisht tek të rinjtë dhe të rejat dhe avancimi i tyre profesional dhe akademik, pastaj edhe tek bizneset dhe avancimi shqiptarëve të rinj në biznese të lamive të ndryshme, të profileve të ndryshme që po bojnë një shpërthim fuqishëm. Dhe gjithmonë nuk duhet të harrohen institucionet më të vjetra siç është Federata Panshqiptare Amerikës Vatra, institucioni më i vjetër në diasporën amerikane. Unë ju falenderoj edhe uroj që të keni një mbrëmje të këndshme. Faleminderit. Përshëndetje miq të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, jemi këtu sonte për të festuar një natë të veçantë, 25 vjetorin e televizionit shqiptar, 25 vite udhtim për kushtim dhe sigurisht tradita që ne kemi përcjell tek ju. 25 vite më parë, një çerek shekulli më parë, u ndezën dritat e para të studios. Unë dëgjua zëri i parë në studio dhe prej atëherë studio jon, televizioni jon është pasqyra e jetës së shqiptarëve, e kulturës, e artit, e përkushtimit dhe mbi të gjitha emocioneve të përbashkëta që ne sjellim kudo në çdo cep të vendit. Sot 25 vite më vonë jemi këtu po me të njëjtin ideal, që të vim tek ju me zemrën plot dhe sigurisht me dashurinë më të madhe për ju. Kjo fest është për të gjithë ne, për gjithë punonjësit, për gjithë gazetarët, moderatorët, por mbi të gjitha është për ju të dashur miq, për ju mbështetës të televizionit që 25 vite që keni qenë me ne në çdo emocion, çdo edicion dhe sigurisht në çdo emision tuaj. Dhe sigurisht në çdo emision. Ne nuk na mbetet gjë tjetër vetëm të urojmë që suksesi dhe frymëzimi i televizionit të jetë pjesë edhe të jetë me jetë gjatë
dhe sigurisht gëzuar 25 vite, Alp TV-usa, gëzuar aty shtëpia jon, më e mira që ne flasim dhe frymojmë shqip. Jemi këtu me veprimtarin dhe aktivistin që nga vitet e 80-ta, Nue Grabanica, zotri Nue Grabanica. Si e kujtoni ju fillimet e Alp TV-usas, me që jeni edhe shumë vite këtu në Mërgim? Si pikës pare du të uroj për punën, për Alp TV-n dhe pronarin dhe gjithë stafin. Televizioni si televizion është një dritare për komunitetin, për gjeneratat e reja. Më kujtohet kur hapëm një televizor në New York, kur i banojsha, ajo ka qenë nasia më mira e imja për hir të fëmijëve, se sa po kishin lindur fëmija, dhe ai televizion sillte programe tamam për fëmijë, për një edukim, për mbajt gjuhën dhe kulturën shqipe. Kështu që edhe televizioni juaj ka vazhdu të mbaj një hap të mirë për kulturën, për gjuhën dhe aktivitetet që ka ndodhur në Michigan, që janë të shumta. Prandaj ju përgëzoj, urime për përvjetorin. Shumë faleminderit. Urojmë që të kemi edhe shumë vite mesin tuaj dhe sigurisht edhe ju të jeni pjesë e televizionit dhe aktiviteteve që ne organizojmë. Faleminderit, uroj gjithë të mirat, e ky televizion të jetoj gjatë.